Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! E njihni këtë bimë, ja sekreti që shëron dhimbjen e kockave për gjithmonë. Disa bimë mjekësore me efekt anti-inflamator mund të ndihmojnë në qetësimin e dhimbjeve të artritit reumatoid. Megjithatë, është e rëndësishme të njohësh efektet anësore të dozave që duhen marrë. Çfarë është artriti reumatoid? Artriti reumatoid është një sëmundje autoimune e cila shkakton dhimbje dhe përkeqësim të artikulacioneve, shpesh prek të dy anët e trupit dhe zhvillohet në mënyrë progresive. Kur godet një artikulacion mund të përfshijë dhe atë të anës tjetër. Për shkak të përparimit të simptomave, sëmundja konsiderohet kronike. Në fakt, për shumë pacientë mund të ndikojë tek aktivitetet e tyre të përditshme. Dhimbja gjithashtu mund të manifestohet me ndërprerje, me episode lehtësimi dhe njëkohësisht dhimbje të forta. Simptomat e artritit reumatoid mund të jenë të lehta ose të rënda në varësi të stadit të sëmundjes. Diagnostikimi në kohë mund të ndihmojë në parandalimin e simptomave të dhimbjes akute. Në çdo rast, edhe nëse dhimbja zhduket, këshillohet që ju të konsultoheni me mjekun. Manifestimet klinike të patologjisë përfshijnë dhimbje në kyçe, në njërin ose të dy anët e trupit, humbje e funksionit të artikulacioneve, bimët që qetësojnë në dhimbje të artritit reumatoid. Aloe vera është një nga bimët mjekësore më popullore në trajtimin e disa sëmundjeve. Njihet që nga kohët e lashta për përfitimet e saj nutricionale, është një ilaç tërësisht efektiv për shqetësime të ndryshme. Për këtë arsye, aplikimi i xhelit të gjendur në brendësi të gjetheve të aloe verës ndihmon gjithashtu edhe në qetësimin e dhimbjeve të artritit reumatoid. Gjithashtu stimulon qarkullimin dhe parandalon disa shqetësime të lëkurës si psoriasis dhe alergji të ndryshme. Ndërkohë, nga ana tjetër, merrni një sasi të xhelit të aloe verës të nxjerrë nga gjethet e saj dhe aplikojeni në artikulacione përmes një masazhi delikat. Përsëriteni këtë veprim për çdo mbrëmje në mënyrë që të trajtoni dhimbjen e gjurit. Bëjeni këtë para se të shkoni në shtrat. Ginger për të qetësuar dhimbjet e shkaktuara nga artriti. Një prej trajtimeve më të mira natyrale për të zbutur simptomat e artritit është gingeri. Falë përmbajtjes së gingerolit, ai ka efekt anti-inflamator që redukton njëkohësisht skuqjen dhe gjithashtu ngurtësimin dhe dhimbjen. Çaji është mënyra më e mirë tradicionale për të konsumuar këtë erëz. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Ju duhet një lugë çaj ginger, hidheni në një filxhan me ujë të vluar. Mund ta pini 2 deri në 3 herë në ditë. Mund ta gjeni edhe në formë kapsulash dhe gjithashtu mund ta përdorni edhe në formë kompresash. Për aplikime lokale mund ta përdorni edhe vajin e tij. Edhe pse famën më të madhe ka për vetitë e tij në dobësim, çaji jeshil është një burim i vlefshëm për të qetësuar dhimbjet e artritit reumatoid. Kjo fal antioksidantëve dhe përbërësve anti-inflamator të cilët mbrojnë artikulacionet. Mund të konsumohet si pije ose në kompresa apo të aplikohet si vaj. Për dozën, ju duhet të flisni së bashku me mjekun tuaj. Keni dhimbje gjuri, kjo recetë do ju vinë në ndihmë. Disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar dhimbjet, ju mund të mbështeteni tek mjekësia alternative e cila mund të rezultojë shumë efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe i piperit të kuq djegës mund t'ju ndihmojë më shumë nga sa mund ta imagjinoni.
Piperi i kuq gjithashtu shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit, duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Juve do t'ju duhen 2 lugë piperi i kuq dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzieni të gjithë përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë të paktën 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme anti-inflamatore dhe në mënyrë tërësisht efikase trajton në dhimbjen e gjurit. Mjafton ta ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni në gjuhë duke e masazhuar lehtë me duar. E lini të veprojë disa orë dhe më pas shpëlajini. Përsëriteni këtë veprim 2 herë në ditë. Më parë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo recetë që ju vendosni ta aplikoni. Janë shumë faktorë, siç e përmendëm, të cilët e shkaktojnë dhimbjen e gjunjëve, të ndikuara kryesisht nga artriti, osteoartriti, artriti reumatoid dhe septik, cistet dhe bursiti apo frakturat. Është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore që pothuajse i prek të gjithë. Dhimbjet e gjunjëve janë të padurueshme dhe therrse dhe njëkohësisht frenojnë tërësisht aktivitetin tuaj normal. Sipas të dhënave, zakonisht dhimbja e gjunjëve shoqërohet me ëndjen e tyre, kufizimin e lëvizjeve normale të gjunjëve, probleme me ngjitjen dhe zbritjen e shkallëve, qëndrimin në këmbë apo ulur, mbledhje e ujit tek gjunjët, duke shkaktuar njëkohësisht dhimbje të forta. Gjithashtu, dhimbja e gjunjëve shkaktohet edhe si pasojë e reumatizmës. Kjo sëmundje gjithashtu ndikon në ëndjen e gjunjëve, skuqjen e tyre dhe madje edhe në rritjen e temperaturës së trupit, vështirësinë e ecjes si edhe në përkulje gjithashtu. Sugjerohen disa metoda të cilat janë krejt efikase për lehtësimin e dhimbjeve të gjunjëve përmes recetave natyrale në shtëpi, si edhe për zgjedhjes së duhur të ushqimeve. Kurat natyrale. Vendosni kompresa me aku tek pjesa e gjurit që ju dhëmb. Mbajini për 20 minuta dhe bëheni këtë ritual gjatë të ditës. Shtrëngoni pjesën e gjurit që ju dhëmb përmes një fashe elastike. Mundohuni të pushoni sa më shumë duke evituar lodhjen e gjunjëve. Bëni ecje të ngadalta të cilat nuk ndikojnë në futjen e gjunjëve në një aktivitet të plotë. Vendosni astëk të mëdhenj poshtë gjunjëve teksa pushoni. Hidhni një lugë gjelle me piper të kuq në një filxhan me vaj ulliri. Përziheni bashkë derisa masa të bëhet homogjene dhe masazhoni pjesën e gjurit që ju dhëmb. Këtë ritual mund ta bëni 2 herë në ditë për 1 javë. Ju mund të lehtësoni dhimbjen e gjunjëve përmes një diete të mirë ushqimore, me produkte të cilat janë të pasura me vitamina dhe antioksidant. Peshku përmban vitaminën B, si vitamina B6, e cila lufton njëkohësisht aneminë. Gjithashtu, përmban edhe vitaminën D, që është mjaft e rëndësishme për asimilimin e kalciumit, një element jetik ky për forcimin e kockave. Portokallet, duke përmbajtur gjithashtu vitaminë C në sasi të konsiderueshme, forcojnë kockat dhe imunitetin. Bajamet janë një burim i pasur i vitaminave dhe i mineraleve. Bajamet paraqesin një nga komponentët bazë për energji, si edhe vlera ushqyese. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!